Kthehemi përsëri në bisedë shikues nderuar. Pra kemi sjell informacione që i përkasin fushës të ndërtimtarisë edhe kryesisht për arkitekturën dhe po bisedojmë me arkitektin i cili është shkolluar në Tiranë, ka marrë vetëm profesionin por dhe shumë kulturë nga Tirana. Arkitekt. Çfarë roli lot arkitekti në ndërtimin e një shtëpie? Unë mendoj se themi kështu, faleminderit Zotit, ka ardhur koha që çdo gjë punohet me projekt dhe mendoj se përveç që një shtëpi ose një objekt do dali më i bukur, më i rregullt, mendoj se investitori do kursej shumë më shumë të holla nëse do paguaj atë projektin 1.000 ose 2.000 euro, se sa ta bëj me skica ose ta bëj vetë, sepse të paktën edhe nëse nuk vendos që ta zbatojmë ne, e merr atë projektin dhe ja u jep disa personave që t'ja japin një çmim. Në këtë rast ti ke kursyer, domethënë minimumi 10 ose 15% të kostos totale, çmimit total, sepse i ke treguar atij që do ta zbatoj se ti e do këtë gjë kështu siç është në letër, dhe jo me disa skica që siç është punuar deri tani. Ose me modele, ose me modele siç është thënë deri tani, ma bëj këtë shtëpi si tatit, ose ma bëj këtë pallat si tatit, dhe kështu gjithmonë ai kontraktori mundohet pastaj normalisht që ta ketë fitesën më të madhe, kurse kështu kur e ke çdo gjë në letër, ke mundësi t'ja japësh disa kontraktorëve dhe ti e fito çmimin më të mirë. Tani vazhdojmë tek pyetja që të bëra pak më parë. Ja shpjegoja si mundet të sigurojnë tokën, lejen, tëra gjërat. Është në Amerikë. Normalisht komunikimi i parë është gjithmonë unë si arkitekt e pyes klientin që cila është dëshira jote. Më jep një ndihmë fillestare, sepse ka shumë klient që thotë unë e du këtë stil, po e du kaq dhoma, pastaj ti vazhdoje mendimin dhe vazhdoje projektin. Kurse ka edhe të tjerë që thonë unë du kaq dhoma, ti ma jep direkt edhe idenë, unë nuk do të përzihem. Domethënë hapat janë tillë që komunikimi i parë është ndihma e klientit bashkë me arkitektin se çfarë stili dhe sa është domethënë mallësia e shtëpisë. Hapi i dytë është nëse bëjmë ne edhe zbatimin, pyesim klientin nëse e ka trullin ose do t'ja gjejmë ne trullin, dhe nëse e ka trullin, pastaj i japim çmimin e zbatimit me sistem çelësëndor. Nëse nuk e ka trullin, i japim ne sugjerimin për disa trulle, pastaj nëse në fund bijmë dakord, bëhet kështu edhe vazhdimi i bashkëpunimit. Sistemi ujitjes, kanalizimit, drita elektrike, gjitha këto janë siguruara? Sistemi i kanalizimit normalisht është, ti e di si punohet te ne akoma me puseta dhe domethënë pastaj pjesa elektrike normale është lidhje prap direkte në rrjetin elektrik të qytetit ose të fshatit dhe kështu me radhë. Tani para se të kalojmë tek ndërtimi i kishës të Kakariqet, edhe një pyetje tjetër lidhur me ndërtimet të fushave të ndryshme që janë industriale, sociale. Çfarë ka ndryshuar tek ato? A janë përgjigjur aktualitetit të kohës apo vazhdojnë si më parë? Deri para 5 vitesh, tani që mos duket si politike, po duhet ta themi, në Malsi nuk kemi patur asnjë fabrikë dhe asnjë farë prodhimi, përveç prodhimit bujqve që janë sezonal. Kurse tani në Malsi janë disa fabrika që domethënë bëjnë prodhimin e produkteve tona, ato që i prodhojnë bujqit, domethënë ripaketohen dhe shiten me tutje. Kështu që sadopak këtu kemi evolim në aspektin industrial. Në këtë rast, nëse ndodh kjo normalisht që kemi edhe angazhimin e arkitektëve të cilët duhet me planifiku dhe duhet me projektu një objekt tillë industrial, një fabrik, ose një objekt tjetër i cili ndihmon në zhvillimin e vendit, në zhvillimin e, po themi, hapësirës industriale, në
në këtë rast në Malsi. Faleminderit, është lajm i mirë. Unë jam gëzuar kur më thanë se do të ndërtohet një kishë në Kakariq dhe do t'i vënë dhe emrin Nën Tereza. Ishte një gëzim i dyfisht. Dhe aq më shumë që ishte një zonë si e Blen Mjan, ajo, pra shkollin Podgorica dhe njerëzit e një pjesë vinin në Tuzë. Po. Që aty në mor Bozhja dhe lart, mendoj se tashme e zgjidh. E ato, po s'ka është e vogël Malësia. Na fol pak për stilin e kishës, sa vende ka ajo, po pse jo dhe për ikonat që ndërtojnë brenda, zbukurimet, qoftë edhe këto, se ato kanë edhe rregullat e tyre fetare, që vendosin shenjtë të ndryshëm, edhe sa shkon ndërtimi i saj, për të patur informacion malësor, pasi ata janë të interesuar të suportojnë. Po, unë kam pasur fatin që të jemi zgjedhur nga Arsipekrishëria e Tivarit, si dhe normalisht me pëlqimin e diasporës, që të bëjmë projektin e kishës së re të Nën Terezës, e cila do të ndërtohet në malin e Kakariqit. Kisha i përket stilit gotik me elemente romanike dhe është me një sipërfaqe rreth 560 m2. Normalisht ka vetëm një kumbon në hyrje, domethënë në pjesën kryesore në hyrje të kishës në brendësi, në anën e majtë dhe anën e djathtë, kemi llognat e quajtura tekniko-kishtare, domethënë shitjen e emblemave, shitjen dhe në majtas përgatitjen për mesh, pastaj kemi dhomat e ndrrimeve përmeshtare pra për përgatitjen për meshën. Në brendësi, në pjesën e majtë kemi statuën, domethënë përmendoren e Shën Nikollës, në djathtë kemi të Shën Antonit, si dhe duke u përcjellur me disa shkallë të cilat vazhdojnë në pjesën e sipërme për korin e kishës. Kisha, siç thamë edhe më parë, përbëhet prej 560 m2 në total dhe është e projektuar për të ndejtur 200 persona. Domethënë për ndenje 200 persona që quhet prap një kishë mesatare e madhe, nuk është e vogël. Në ballore, domethënë kemi të vendosur tre engjëjt mbrojtës dhe gjithashtu ikonën e Nën Terezës. Siç thamë më parë, kisha është e stilit gotik romanik, ka një arkitekturë shumë të veçantë dhe duhet cekur që është një ndër 3 kishat që janë punuar me projekt, por projekt kishe, domethënë funksioni vetëm kish, dhe në 50 vjeçarin e fundit, dhe gjithashtu është e vendosur në këtë tokën e blerë nga kisha, në pikat më të larta të kësaj toke, e cila është diku të 14.000 m2. Në vazhdim është planifikuar që të ndërtohet edhe një sallë sportive në pjesën e djathtë, pastaj ekziston edhe domethënë ditëve e fundit është edhe një ide e re më vonë, do ndahet një tokë për ndërtimin e një shkolle, që është një gjë shumë e mirë, dhe kështu do të krijohet si një kompleks brenda vetit i funksioneve të ndryshme, normalisht me kishën në qendër. Kush e solli këtë ide për ndërtimin e kësaj kishe atje? Mua më ka kontaktuar i pari Patër Mirashi, bashkë me Arzi Peshkvin, të cilët kanë ardhur te zyra ime, dhe kështu kemi biseduar, sepse fillimisht kam bërë një projekt fillestar, i cili normalisht nuk është vetëm si ide imja, po bashkë në komunikim me priftërinë italian, të cilët janë të dërguar te Vatikanit për përzgjedhjen e modeleve të kishave në hapësirën shqiptare. Bashkë me ata, me priftërit italian, si dhe bashkë me Arsi Peshkmin, kemi ardhur deri te ky model, i cili në fund është pranuar që të jetë i tillë dhe me elemente të tilla arkitektonike, siç e keni parë edhe ju vetë. Po është historike kjo, është një kishë që ndërtohet në një vend që është e nevojshme për të ndërtuar si rezistencë për Në fakt, kjo nuk është vetëm
kishë. Unë këtë do ta quaj edhe ndryshe. Kjo është edhe siç e filluat edhe ju, kjo hapësirë ndodhet në, domethënë, në dokumentacione në komunën e Podgoricës, i përket komunës Podgoricës. Dhe kjo nuk është vetëm një kishë, po është edhe si ogur i funksionimit dhe i qëndrimit, domethënë, të popullit shqiptar në Malzi, sepse kjo krahin ka nevojë për një pikë dominante shqiptare, po themi kështu. Nuk është, domethënë, më vonë tham që do të ketë mundësi të ndërtohet edhe një shkollë, e pse jo edhe një qendër sportive, e pse jo edhe aktivitete tjera të ndryshme në këtë zonë që të zhvillohet komplet zona me anën e kësaj qendre. Ke një informacion sa banor ka jo zonë? Po, me disa kërkime që kemi bërë bashkë me priftërinë, janë diku te 120-130 shtëpi. Familje. Po, familje. Nuk e kam të saktë se sa banor janë, po kjo pak a shumë nuk quhet e vogël, por është fiks për një nevojë tjetër kishtare që ta ketë sa më afër një objekt kultit. Akustika e kishës, si është zgjedhur? Ne momentalisht kemi bërë projektin kryesor të përpunimet e vrashta. Edhe, domethënë, pamjen 3D dhe po flasim arkitekturën. Momentalisht jemi duke u marrë me interiorin e brendshëm, domethënë me akustiken, me gjitha detajet tjera të interiorit, por që e kemi lënë që të bëhet hap pas hapit bashkë me fillimin e punimeve. Sepse këto dyja janë. E gjitha beton? Kjo do jetë struktura, struktura do të jetë beton çelik dhe pastaj në pjesët e sipërme do të kemi konstruksion drurit normalisht me tjegulla, me disa këtë kishë prapë karakterizon pjesa mrapa, pjesa mrapa tabernakullit, edhe është shumë interesante se kemi këtu edhe stilin romanik përveç gotik, sepse karakterizohet se pas pjesës tabernakullit kemi të vendosur 2 kryqa, do të thënë forma e kryqave është e prerë në beton, dhe kështu për shembull në muajt korrik gusht, kryqi do të reflektohet në tabernakull, pothuajse, domethënë në pjesën qendrore dhe gjithashtu në pjesën veri perëndimore, në vjesh kemi të njëjtën gjë, është qëllimi që ky kryq të reflektojë në pjesën e brendshme të interiorit të kishës. Më fal, do të kalojmë në publicitet.